Pasi gjykata e posaçme urdhëroi SPAK të regjistrojë procedim penal për ish-ministren Olta Xhaçka dhe për bashkëshortin e saj Artan Gaçi, organi i akuzës ka ankimuar vendimin në apelin e posaçëm antikorrupsion. Prokuroria e posaçme thotë se ka kryer veprime të shumta hetimore, të cilat kanë konsistuar ndër të tjera edhe në veprimtarinë e kryer nga shtetasi Artan Gaçi në kuadër të bashkëpunimit të supozuar apo dhe qoftë-djenisë së tij rreth ekzistencës së dokumenteve të falsifikuara, nëpërmjet të cilave është përfituar edhe toka e llojit truall. Organi i akuzës, ndër të tjera, sqaron se asnjë dhënë sipërfaqeve konkrete nuk ka rezultuar në lidhje me përfitimin e trojeve të sekuestruara apo konfiskuara për shkak të detyrës që ushtronte në atë periudhë subjekti i posaçëm Olta Xhaçka. Në ankimimin që SPAK ka depozituar në shkallën e dytë të gjyqësorit, thotë se çështja e hetuar më herët nga prokuroria ka kaluar në filtrin e gjykatës së posaçme gjatë gjykimit të çështjes penale me numër 189 në seancë paraprake. Madje shton prokurori Olstado, gjykata e posaçme ka ushtruar kontroll jurisdiksional, duke vendosur kalimin e dosjes ndaj Jorgo Goros për gjykim, duke pranuar kërkesën e prokurisë, pasi ka çmuar se provat ishin të mjaftueshme për mbështetjen e akuzës. Sipas datos, gjykata nuk ka gjetur asnjë shkak, veçanërisht nga ato që ankuesi shtetasi Fredi Beleri parashtron për të konkluduar se hetimet paraprake nuk ishin të plota, duke urdhëruar përpasoj plotësimin e tyre. Në vendimin arsyetuar të prokurisë për mosfillimin e hetimeve, sqarohet se procedimit penal ndaj Jorgo Goros nuk i ka munguar kontrolli gjyqësor, qoftë gjatë hetimit paraprak apo edhe gjatë gjykimit në seancë paraprake. Prokuroria e posaçme shpreh se vendimi i GKK-s është i pambështetur në ligj dhe në prova, i cënueshëm dhe si i tillë duhet të ndryshohet në tërësinë e tij. Më 28 shkurt, GKK urdhëroi SPAK të hetojë Artan Gaçin për kryerjen e veprave penale, falsifikimit dokumentave, pastrim parash, kryer në bashkëpunim dhe Xhaçkën për shpërdorim detyre. Vendimi i gjykatës erdhi pas ankimit të bërë nga ish-kryebashkiaku i Himarës Fredi Beleri, i cili kërkoi të hetojë edhe Xhaçka dhe bashkëshorti i saj lidhur me kallëzimin që ai më herët ka depozituar për Jorgo Goron, i cili mbahet në burg që prej marsit të vitit 2023. Seanca në apel do të mbajë këtë të premte, por u shtyp për shkak të mungesës së një avokatje, e cila njoftoi se nuk do të ishte e pranishme. Ankimi i SPAK do të shqyrtohet nga gjyqtarja Iliriana Oldashi, e cila ose do të pranojë kërkesën e prokurorit Dado ose do të lërë në fuqi vendimin në shkallës së parë për nisjen e hetimeve.